ke projektu dëshirat dhe në 99% rasteve quhen projektimi gabuar i dëshirave që sjellin një të keqe edhe më të madhe se e keqja që ishte. Pra i pse ti shkon tek ajo që ai do ta projektojë vetë se kush do ta trashëgojë partinë. Jo më e ka ndorë për ta, jo ai bile, po e ka djali vet, unë e kam thënë me kohë që nuk as Berisha se ka më ndorë, sepse influencat kryesore aty i ka djali vet, si ka më ai. Siç i kishte influencat Kunati i Bashës në atë kohën e Bashës. Kjo punë bënte mua shqiptari. Kjo nuk funksionon, nuk funksionon çështje familjare Partia Demokratike. Pastaj, ne duhet shohim edhe një diçka. Ore, cili është objektivi i Sali Berishës? Sali Berisha nuk është një njerëz që s'ka objektiva, nuk është i qartë në ato çfarë bën. Objektivat e Sali Berishës më sa duket janë që në mbyllje të karrierës vet politike, këtë parti ta degradojë në një parti shumë të vogël ose ta shkri fare. Dhe kjo pastaj po ti rikthehemi 91-shit, atëherë del që Sali Berisha përpos faktit që ka interesat e veta në këtë që bën, është edhe fakti që ka një mision për ta çuar këtë partinë, se Sali Berisha 8 vjet e pa që Lulzim Basha po e të kurrë këtë parti.